nga zotri, hëna e fundit e këtij edicioni, se të ejnëten nga proces kemi Top Arena. Mirëmbrëma Francesca. Mirëmbrëma Manush, mirëmbrëma gjithëve, rikthehemi si çdo të në ekranin e Top Channel këtu në procesin sportiv, në fakt me shumë ngjarje të reja për t'i diskutuar. Kampionati mbaroi, ka ardhur koha e Kupës të Botës. Një event në fakt që shumë e kemi pritur, unë e para njerë se fillon Top Arena, është një gjë e re për mua dhe shpresoj që të na eci sa më mbar. Hajde dërgite për Franceskën se ka sefte këtë Top Arena. Bravo Franci. Gjithashtu do analizojmë dhe komentojmë pak dhe dy ndeshjet miqësore që Shqipëria ka luajtur në fakt me Luksemburgun dhe me Izraelin. Këto dhe shumë tjera me miq dhe të ftuarit tanë. Si fillim, sot në vend të Gzim Sinematit ka ardhur një mik dhe një përfaqësues super i denj i Digital. Ylli Aga, mirëmbrëma. Ke përgjegjësitë ka i vend. Dhe kujdes se i afër Armelës. Do kontribuoj. Armela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mos e dëgjoj Franceskën, kujdes, sepse Gzimi kënaqet shumë me mua. Po, ke lënë nam këtë javë me reklamën. Je bërë personazh i javës qytet. Na kanë bërë edhe meme. Çfarë kanë thënë? Po, për shembull, Ticuri kishte bërë një meme, çfarë thoshte? Në momentin kur them unë që Manush atë e di vetëm unë, edhe e kishte shkruar aty digjiturën, thuaj se na plase pelikanin Kaçurrel. Manush, se nuk e pyet më mirë sa lek të kanë ofruar të na thuash kush e fiton botëror. Mbaj sekret deri në fund sepse ai për këtë paguhet për sepse. Do ndajmë lekët bashkë, besoj. Top Arena e fort, bravo Kosta, ke qenë excellent. Vazhdojmë. Redi Upi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Lorenci Mini, mirëmbrëma. Të ftuar special me rastin e kombëtares për diskutuar gjër e gjatë në mënyrë të hollësishme dhe detajuar Rudi Vata. Bravo. E keni parë që ka probleme zemrash në qarkullim me futbollista me gjëra. Kush përveç se Ilvi Begollit për të na hequr. Çfarë do situata zemrash për? Ke hallin tënd të shqetësuar. Ke hallin tënd. Ke hallin tënd duket. Po jo më zemra ne zemër këtu. Analizat e tua për 25 janë zemra 25 vjeçare, se sa herë ti kanë parë në rregull. Që hiking, palestër, jemi në rregull. Manush, Ilvi është bërë edhe personazh i famshëm reklamash, e kam parë në Top Channel 3-4 herë në ditë në për reklama. Po, ai ka projektin më të bukur radio që është, ma e që kemrin se këtë vështirë. Vitality Vibes. Vitality Vibes. Vibracion. Nga Ilve Begolli. Një tjetër doktor, edhe ai ke kombëtarja, futet direkt studio. Mentor Zeka, direkt. Presim me birën Kaiser Gjermane, po kemi edhe një mikesh më parë që është doktoresh. E shëndetit fizik dhe mendor. Tifoze vllaznis. Kelima Algjaj. Mirë shliqe. Po, perfekt. Keli, mund ma thuash Keli. Shkurt për shoqërinë Keli. Këshilla numër 1 për kombëtaren tonë dhe për Maranin. Prej psikologë. Atëherë, duke qenë se ka bërë 2 ndeshje dhe këto ndeshje kanë qenë miqësore, nuk mendoj që ne du t'japim një konkluzion për Maran apo të bëjmë edhe një krahasim me aty që ka kanë, sepse është shumë shpejt. Ndoshta është mirë që ne ta shohim dhe Maran ndoshta e ka përdor këtë pjesë për me shiku pak a shumë edhe skuadrën që do menaxhoj dhe mbrapa mund të vendosi një strategji. Por e rëndësishme mendoj unë që skuadra të mos ketë frikë nga gabimet. Kjo ka qenë thjesht një miqësore, pra një lloj eksperimenti, dhe për Maran unë mendoj që ka kanë diçka që ka lidhje me laboratorin në mënyrë metaforike. Faleminderit doktoresha, erdhi momenti të njiheni zyrtarisht me mbështetësin numër 1 të Top Arenës, atë që kur nuk mungon, Dental Med Austria. Doktor, mirë se erdhi. Edhe për suportin e Top Arenës. Faleminderit në advance. Ta kemi munguar gjithë këtë kohë. Faleminderit. Sa doktor pas ke sjell sot për Manush. Me çfarë bëhet gëzuar kështu rastesh doktor? Me Kaiser. Vetëm me Kaiser. Mirë se erdhët në proces. Gëzuar me Kaiser. Që dojë të kjo bira e Top Arenës, kështu që ditë festive, ditë sporti. Ecim tesoro çka kemi. Do ecim me diskutimin për kombëtaren me patjetër, se ka qenë tema e fundjavës. Ishte kronika e kombëtares me drejt doktoresha thotë që janë vetëm 2 ndeshje, nuk duhet ndoshta të nxitohemi në konkluzione. Edhe fakti që janë miqësore, kjo, sepse zyrtarët janë në shtator. Po si të qoftë doktoresh dhe me Rudi Vatin do doja të hapja këtë diskutim. Prej tifozi, kjo kombëtare në këto 2 ndeshje më zhdukur pak e burokratizuar. Çfarë duhet të them me këtë? Një qas, si që ka qasin qeveria e futbollit, që është qeveria të spijeve, zyrave, burokratizimit, kjo është shtrirë pak e futbollistët. Ne kemi disa futbollistë që s'kan as skuadra, janë kombëtare. S'kan as minuta, e kanë vendin të sigurt aty. I gjejmë shpesh në për paradhoma të çuditshme, hotelesh dhe
zyra politikanë shtu. Kam frikë se mos kjo lloj burokracie që është ke zyrat e Komiteti Ekzekutiv ka zbrit ke kjo kombëtare. Nuk e shoh në asnjë vend botës të si logjik. Rudi Vat. Po, është vërtet, po ajo që mu më shqetëson është uria e lojtarëve. Mendoj që lojtarët tonë duken shumë të ngopur, edhe duken pak të llastum. Normalisht, unë e kuptoj që janë 2 ndeshje miqësore, po janë 2 ndeshje miqësore me një trajner i cili e ka të nevojshme me kuptu shumë mirë si funksionojnë këto lojtarë. Normalisht, skuadra ka nevojë për riparime, skuadra ka nevojë për me kene mirë koordinume. Unë pash një skuadrë në 2 ndeshje që s'kishte motiv, arsyeja që nuk kishte motiv për me lujt, nuk ka justifikim për mendimin tem. Këto 2 ndeshje ishin 2 ndeshje që ne me potencialin që kena ose pretendojmë që e kena, do të me dojë mos me i dominu kundërshtartë dhe me dojë mos me i fitu, sepse në aspektin psikologjik ka shumë e rëndësishme edhe për një trajner për me fillu me fitore. Edhe në qovë se ne mendojmë me ba hapa para, mu rrit, mu ba pjesë e botënorit, me këto paraqitje sigurisht që nuk ke shanse ti me përballues eliminatorët e Conference League. Kryesore për mua është që futbollistat duhet me ullë me kam në tokë, sepse e shikoj që shumë mendojnë që janë më të mëdhenj ndoshta se janë. Në fakt, shumica tyne kanë pas një sezon me minutazh të pothuajse minimal. Unë kam pas pritshmëri për këtyne djemve që nuk kanë pas minutazhin e mjaftueshëm, kam menduar që do të nesin motorat, se këto 2 ndeshje ishin tepër të rëndësishme edhe për vazhdimsinë e karrierës tyne. Edhe kur shikoj këto futbollista që vinë dhe justifikimet janë që pushimet kanë me fillu ose duhet me kanë pushime, në mentalitetin e futbollistit profesionist kjo s'duhet me ekzistu. Sepse mandajna që kena me thanë ne për këto futbollista që fitun Champions League-ën edhe janë pjesë të botënorit. Kjo është një kombëtar për mendimin tem e demotivume, e keq organizume, edhe nuk ka lajm më të keq për një trajner i cili vjen e gjen një kombëtare e cila pothuajse ishte afër finales së play-offis për botënor dhe bën 2 humje të tilla, stega e kombëtare s'ka ra. Ka shumë lojtar që kanë rënë prej standardit të nivelit të ekipit kombëtar. Për ta qartësuar pak gjën, ju mendoni që është problemi i skemës, i trajnerit apo i vetë lojtarëve? E para është dëshira. Dëshira është shumë e rëndësishme. Ne flasim flamuri, ne flasim kombi, ne flasim tifozat, unë nuk shikova dëshirë. Dëshira është shumë e rëndësishme në profesionin që banë, nëse nuk ke dëshirë, mu aktivizu, e futës pa dëshirë, kjo është problem, sepse ne që kena lujtë futbol, e dina shumë mirë, me lujtë në një stadium t'il, nuk e di se çfarë motivi duhet me pas. Nuk është stadiumi Çamel Stafa i viteve 90, ku ndoshta është periudhë qershorit, edhe kushtet janë, po ky stadium, këto kushte, domethënë këto futbollista që paguhen kaq shumë me performu në mënyrë të tillë, për mua është për çdo lojtar ka kanë domethënë minus i madh. Edhe secili duhet me kanë banko provë edhe mos me llastu. Mos me lan iden dikujt që është i paprekshëm, sepse me atë që kam pa në 2 ndeshjet e fundit, kam pa që gjithë lojtarët këtu munden me kënd prekshëm. Atere, po diskutoja Redi me Ylli Agën pak përpara. Ylli më thotë, këta janë më të mirët, s'kemi të tjerë më të mirë. Dua të hap këtë si tezë diskutimi. Pra, neve vishla i thajmë me këta, do vazhdojmë apo mund bëjmë në një revolucion këtë fusim lojtarë të rinj që kanë minuta, që kanë dalë nga shpresat apo jo? Me numra, marrë në periudhën e Silvinjos, në 34 ndeshje, janë aktivizuar 48 lojtarë, kanë qenë dhe 7 të tjerë të cilë nuk kanë marrë minuta. Pra unë besoj që është bërë një inventar i plot i lojtarëve më të mirë që janë e qarkullim për ekipin tonë kombëtar. Për mua është shqetësuese për t'i lidhur të dyja gjërat që ne nuk kemi disa lojtarë të tjerë të cilë janë gati për ta rrëmbyer bluzën e tyre që e kanë aktualisht. Dhe për mua kjo është një lloj problematike që
shpresoj të jemi gabuar, mund ta vuajmë në vazhdimsi. Mund të ketë justifikim fakti që është ndeshje qershori, fund sezoni, por për mua është vlen të s'kanë asnjë minutë. Çaj kalon tha. Jo, tani nuk ka justifikim. Titular, Ajeti është titular, Laçi është titular. Sa minuta kanë titularët tanë? Mi thoni sa minuta kanë. Janë me minuta të plota këto që po përmendon. Pa minuta më. Po gjysma tjetër që janë pa minuta. Ramazani është me minuta. Ramazani është me minuta, Hoxha është me minuta, Anis Mehmeti është me minuta, Julian Sheu është me minuta. Pra, nuk është që ne kemi 11 të tjerë të cilët po presin radhën edhe këtyre nuk po i jepet shansi. Për mua është ajo që këta lojtarë që janë aktualisht nuk dhanë përgjigje të duhura tek trajneri që vjen 10 ditë përpara se të luajë këtë ndeshje dhe do të bëj planet e tyre për të luajtur në ndeshjet e Nations League në shtator. Nëse nuk arrin të bëjmë gjë pozitive edhe me Luksemburgun, edhe me Izraelin, çfarë do ndodh në eliminatorët evropianë? Ke lloj rivalëve që kishim. Se shqetësojmë shumë kur shoh mes fushën e Izraelit dhe shqetësojmë shumë kur shoh freskinë e Luksemburgut. Më zë lemeria nga kombëtarja ime. Redi, vetëm një fjalë. Pra, më shqetëson pjesa e lojtarëve që nuk i dhanë përgjigjet e duhura trajnerit, që ne jemi këtu, ne duam këtë bluzë, ne duam të sakrifikojmë, ne do të jemi me ty. Më shqetëson pjesa gjithashtu edhe e trajnerit që heq një paralele. Nëse vjen Silvinho, qysh ndeshjen e parë kujtoni me Polonin, dha një gjë pozitive, do të luajmë me këtë skemë, me duan lojtar për këtë skemë dhe shpik Yasir Hasani nga asgjëja, gjen marrëmite në krahun e majt. Ndërkohë që trajneri nuk më duket që bëri ato zgjedhje të dura, unë hera parë që shikoja konfuzion për mënyrën se si luajnë kombëtarë, për mënyrën se si shkon drejt sulmit. Nuk pash një gjë të thjeshtë, goditje standarde. Ne kishim 21 goditje nga këndi në 2 ndeshjet. Kishim disa situata me goditje dënimit. Dhe nuk pash asnjë skemi gjë të përgatitur që aq kohë mund të ketë trajneri në to ditë për ta bërë efikase mënyrën për të shkuar tek sulmi. Ndeshja me Izrael nuk bëjmë asnjë gjuajtje në portë. Këta janë ata gjërat të cilat mua më shqetësojnë. Ti ke futboll, a pe mes fushë ke kontare janë 2 ndeshje, kuptove mes fushë? Fare. Doktori kështu me radhë, bëjmë çik diskutim. Me thënë drejtën, ti e the dhe kur dojë lista kombëtares, ti e the, do të thënë, jemi të sigurt që këta janë më të mirë, ç'është kjo, do pse kemi ngel lista. Hapa diskutimin këtu me ty. Hapa diskutim. Dhe unë deri përpara se të shkoja ndeshjen e Italisë me Greqinë, sepse mora një spunto nga ajo ndeshje. Është vërtet. Isha shumë i sigurt për këtë që sapo thoshe Ylli tani, dhe për mendimin tim që në fund lojtarët më të mirë shqiptar këta janë, domethënë. E pam dhe Mehmetin, e pam dhe këtë Luis Hasan, e kemi parë dhe Muçin kur ka luajtur, kemi parë pothuajse të gjithë ata që neve i prisnim dhe prisin shumë nga ata. Atëherë, Italia bëri një ndeshje me Greqinë. Po. Luajti me U21-shat e saj, me U21-shat, edhe trajneri dhe ekipi U21 përveç Donnarumës dhe Esposito. 25 shuna të rinj. Pra 25 shuna të rinj dhe mendoni, dhe ka bërë 2 ndeshje, një ndeshje të lehtë, po them ti koeficient, dhe me një ndeshje me Greqinë, e cila në rang listë është më larg, është më lart se Bosnia. Po, patjetër. Pra është më lart se Bosnia që eliminoi ekip të parë të Italisë. I mundi 1-0 me 10 lojtarë mund t'i bënin edhe golin e dytë dhe kishte shumë gjëra aty brenda. Tani Italia patjetër që ka një specifik tjetër, se Italia ka dalë 2 kampionate të fundit evropian me U17 ka dalë kampion. Ka dalë në 7 finalet e fundit me moshat, ka qenë atje U21, U19, U17, e kujtun se çfarë me radhë. Pra atyre tani i shap një problem tjetër. Ata tregojnë që lëvizja futbollistike e moshave brenda është e shëndetshme, po menaxhimi i lartë është i dobët. Tani unë mendoj është i dobët menaxhimi. Ata tani thonë që ore ky Gattuso s'pas ka marrë lojtar më të mirë, domethënë ne po i rrafim me U21 në Greqinë, që është më mirë që Greqia, më fali, Greqia po stërmundohej që ta barazonte ndeshjen. Pra nuk është se që një ndeshje miqësore e Merfield, pra që një ndeshje me shumë agresivitet. Tani unë duke parë të ndeshjen, sidomos ndeshjen e me Luksemburgun tani, po e diskutoj edhe me Rudi më parë. Të gjitha këto qëndrojnë, që kisha konfuzion, që nuk pati impenjim, po themi, maksimal, që nuk pati inventiv nga lojtarët, ose marrë përsipër me personalitet, në çfarë kuptimi. Pra, deri diku jam dakord me Rudin për që lojtarët nuk u impenjuan shumë, ata u impenjuan aq sa të zbatonin detyrat e trajnerit. Pra ky është minimumi i mundshëm. Pa bërë gjëra, do të thënë ekstra, në mënyrë që të fitojë një ekip që mund ta fitosh dhe pa trajner fare. Më kupton çfarë do të them? Dhe pam që disa nga këta lojtarë titullarë që ne i mendojmë
më të mirë në absolut, në hierarkinë e gjithë secili nga ne, se kështu na e kanë imponuar edhe trajnerët, edhe mundësia, edhe loja, jemi futur tani në një ngërç, po themi, vlerësimi të këtyre, e pam që si ishte më kjo. Kupton? U fut Pajaziti, bëri shumë më mirë se Aslani. U fut Shehu, po kjo nuk është ere, sepse Shehu ka qenë titullar me Silvinjon, u fut Shehu dhe bëri shumë mirë, pra ndryshoi shumë gjëra me sfush. Nuk po them që e ktheu ndeshjen dhe fitoi, ë? Rëndësika. U pa që me një vendosje tjetër, me një vendosje pak më ndryshe se ç'ajo trajneri mendonte, u pa që ekipi mund të jepte pak më tepër aty, ë? Gjithsesi. Unë mendoj që këto dy ndeshje duan një analizë shumë të thellë nga stafi njerëz, se neve këtu bëjmë gjithë ditën gjithë natën, ë? Problemi është që ata njerëz që merren direkt me këtë punë. Sepse çfarë më shqetëson më? Di çfarë më shqetëson? Se ne nuk i luajmë këto ndeshje për të provuar. Ne i luajmë për të fituar këto ndeshje. Pra të dyja ndeshjet, dhe të parën dhe dytën, trajneri luajti me lojtarët më të mirë në aq njohje sa ka ai. Jo, sipas ti dhe me njohje që ka ai donte të fitonte ndeshjen. Nëse ai do bënte testime, do provonte. Pse duhet luajë Gjimshiti në këto dy ndeshje për shembull? Ndeshje qershori, ne dim gjithë çfarë performancë ka Gjimshiti. Po eksperimentoj tani kur do eksperimentosh. Jo, çfarë është Gjimshiti, çfarë mund të japi skuadrës Gjimshiti? Mund të pushim, fosim planën, fosim një tjetër nga këta, kujtun se çfarë kanë ata atje, edhe pse fut ndeshjen e dytë. Do të hysaj, përveç arritjes së 100 ndeshjeve, e dim se çfarë na jep hysaj, e di çfarë na jep Mita. E di çfarë na jep lojtarët. Pra duhet freskia. Ai nuk bëri asgjë për të provuar. Ai bëri për të fituar ndeshjen. Dhe u pa që, do të thonë, me kaq sa dhan lojtarët, me atë mënyrë që lojë që ai mendon që mund të luajmë neve si jemi kërkund. Kjo është ideja. Një osimiri kombëtares. Ideja është që pritshmëria e kombëtares në një fund sezoni, nëse ta quajmë sezonin që fillon shtator dhe mbaron qershor, ngjan shumë një vit i shkollor. Nxënësve të cilët nuk kanë mësuar gjithë vitin, kanë qenë dobët, kanë marrë rezultate shumë dobta, edhe nëse i vjen një pedagog shumë mirë provim përpara që t'i drejtojë, kam i bindur që ato nxënës që si kanë bërë detyrat mirë gjatë gjithë vitit, klapa nuk kanë luajtur, s'ka minuta, ose atëherë ku janë dhënë minutat si Broja dhe shokët vet kanë dështuar 100%, mos prisni që të keni rezultate të jashtëzakonshëm, sepse ato nuk janë what the kids, nuk bëjnë çuditëra. Janë thjesht disa futbollistë, cilët po lidh prapë nxënësit. Më duken sikur janë ato nxënësit që mësojnë gjithë vitin dhe dinë që kanë babin shumë të mirë, edhe njeh atë profesorin e ka shok, edhe në fund fare do ta kaloj klasën. Këto më duken kështu sikur e kanë sigurt vendin e punës, e kanë sigurt edhe pozicionin, nuk ka rëndësi se çfarë performancë bëjnë gjatë vitit, gjatë stërvitjes, kur ato ngrumohen me kombëtaren, gjatë ndeshjes që luajnë ndeshjen e parë me Izraelin, ndeshjen e dytë do futen prapë. Dhe këto çunat nuk është se kanë potencial të dobët, por trajtojnë keq nëpër klube, nuk luajnë, dhe trajtojnë akoma me keq në kombëtaren se futen të luajnë. Duhet ndodhe kundërta, Manush. Duhet luajnë ato çuna që kanë minuta. Shpendi, e kam parë rastisht një ditë live në Itali, ndodhesha rastisht me një mikun ton përbashkët. Viktori. Edhe ishte perfekt. Unë nuk e di, ai djali s'ka qenë asnjëherë ndeshje gjatë gjithë vitit shkollor. Luajti me doktor Luajti. Ai sa e fusi më një pjesë nuk duket lojtar. Po luajtën të gjitha ata. E di si është kjo me qethe me shkollën. Kjo është ja Barsaleta metodët, që ishte 23 vjeç në klasë 4 me Luksemburgu po lunim neve. Pra, s'ka nevojë të keqë fare provime ata. Luksemburgu e rref jo mos e rref Ne jemi 4 fishë nuk duhet të kundërshtoja, se ti e di shumë mirë opinionin. Debat konstruktiv. Por unë mendoj që në fund fare, edhe nëse ti nuk aktivizon asnjë minutë, nëse do të bëhesh Rudi Vata edhe je 20 vjeç, edhe u do ta futesh asnjë ndeshje, do ta futesh vetëm një ndeshje me Luksemburgun, edhe Rudi Vata nuk do bote në gjë shumë madh, sepse ti e ke nxjerr jashtë tempos, e ke nxjerr jashtë sistemit, apo jo, nëse ka bëj. Ai ka nevojë minuta, shikoj një duhet ta ndërtohet më. Nëse ti merr ku dëgjon lojtarin më të mirë dhe e fut aty në një tufë me njerëz që janë, nuk e di, se ato ishin vetëm profesionistë nuk janë. Atë që pam neve këto 2 ditë e fundit, 2 ndeshje. Jo është Themi me këmbë në tokë se Francesca ka një njoftim të rëndësishëm, pastaj fluturojmë prapë. Ja, sugjerimet e mbrëmjes gjithmonë vjen nga Beauty Point për gjithë djemt dhe burrat që po na ndjekin në këtë çast. Zbulondi Gentleman Society Eau de Parfum Sport nga Givenchy.
një aromë e re dhe unike e lançuar në fillim të vitit 2026. Një kombinim perfekt i notave durnore, florale dhe agrumeve që sjellin një freski intensive. I projektuar si makingar, si saktë detaj, i balancuar dhe me një karakter të fortë. Imazhi kryesor i këtij parfumi është Pierre Gasly, garues i jashtëzakonshëm që pasqyron shpirtin sportiv dhe besimin në vetvete. Këtë parfum e gjeni variante 60 dhe 100 ml në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në vendin tonë si në Coin, Ethos, Beauty and City dhe Anais. Jeto me stil dhe jeto gjithmonë me pasion. Ashtu siç edhe djemtan ndërkombëtarës të fakt duhet të jetojnë dhe kur të futen në fush do të vite por Franceskën sepse e ka kryer më së miri detyrën e emisionit Bazikabit, kapi dhe shiu i moment atje. Rub, po thoje? Se nise kohë diçka. Të shikoj atë golin e Luksemburgut, po ta shikosh ja ta shikojmë të analizojmë. Ky lojtar me 5 mbrojtës. Domethënë kjo është teknikisht dhe taktikisht e kupton, nuk guxon një futbollist profesionist mos me bën një ndërhyjje domethënë të fortë në ato situata. 4 lojtarë ton nuk janë zot për me fitu dy luftimin. Nëse neve do kena këto lloj performancash me një kundërshtar si Luksemburgu, nëse ai arrin me na driblu ne në ato zonat ngushta, aq kallaj, si kena mundësinë mund përballu me kundërshtar domethënë shumë më superior se Luksemburgu. Po ju thash keni djem në për kafe pas më besuat. Ti fillon. Kishte një krizë identiteti. Jo, më duk sikur kishte domethënë te lojtarët një lloj krize identiteti. Po nuk ka punë krizë. Jo, në sensin individual. Duhet të jesh agresiv. Po pra, duhet të jesh agresiv. Kjo është loja. Kjo duhet jetë me neve, nëse ty të mungon agresiviteti, nëse në 2 luftime ti nuk fiton 2 luftimet, sigurisht që nuk ke. Po një pyetje do ta bëj unë. Mund t'ja bëj një pyetje? Të bëj një pyetje? Unë ty një pyetje. I ke prindrit? Jetojnë? Po, patjetër. Çoj një mesazh babit, lutem. Thuj, ky zotnia që është në krah, jep një 4 epitete. Edhe do të ma nisje me çfarë do thot për të kuptuar dhe do të ndihmoj dhe psikologjinë tënde kur dëgjosh çfarë do thot babi jot për Rudi Vatër dhe ta krahasosh me këta lojtarët. Apo ndoshta e diti se kush është Rudi Vatër. Absolutisht. Me që kemi Shkodrançe. Po pro, normalisht. Prandaj desha më i bëj. Pyetje Rudi, çfarë do të pyesësh? Po ka qenë koha që futbolli luaj me zemër, me pasion, Manush, nuk ka qenë nuk mjafton vetëm zemra. Demokracia që është tani, se tani është pak edhe kjo, nuk është vetëm kjo. Po ja keni për Rudi pastaj gjithë tjerët, edhe doktori, po. Ju mendoni që mund të ketë niku fakti që po hin një trajner i ri, domethënë për kombëtaren, dhe fakti që ato kanë lënë pas domethënë një strategji tjetër mund të ketë niku pak a shumë tek psikologjia e tyre. Ndryshimi i skemës e gjërave si këto do të thotë. Po. Shiko, unë mendoj që për trajnerin kjo ka kanë po thuj se është një goditje nokaut, se trajneri para se më vendos ka marrë kritika të jashtëzakonshme. Këto 2 ndeshje ishin testi i impresionit. Pra, ky trajner me këto 2 ndeshje do të më na binë ne tanëve që unë kam kapacitetet me i motivu, me i organizu dhe me bë me luftu këtë lojtar për mua se në skuadër. Pra do të ishte në presion një farë mënyrë, sepse me na bini bën që me kanë në presion. Ti nuk lufton për trajnerin, trajneri nuk ka çfarë më bë për ty. Por ti kur trajneri ty të kërkon me luftu, Alex Ferguson kur firmose lojtarët e Manchester United, i thotë a dën me ardh me lutë me Manchester United, a do me lutë për mua. Dhe sigurisht që ai do të me dita luftojnë për Alex Ferguson, sepse Alex Ferguson, duke pru lojtarë që luftojnë për te, Alex Ferguson u bë i madh. Këto lojtarë duhet me luajtë për trajnerin që trajneri me mjetu në pozicionin që është. Pa lërë për trajnerin. Urdhë? Po do vinë ndeshje shtatorit, tani ky trajner me çaj deshikën. Se thot, këta lojtarët më të mirë ka Shqipëria, me këta do luaj prapë shtator. Pikërisht. Kjo është pyetja. Si do të arrin trajneri me kuptu se cilët janë më të mirë të Shqipërisë për ndeshjet e shtatorit? Doktor, ti e di mirë se çka kemi ne dhe ke 21 vjeçare. Mendon ndoshta ndryshe nga Ylli Aga që mund të ketë një forcë që vjen nga poshtë dhe të marrë i frenat, apo do vazhdoj me këta dhe për shumë dekada? Shiko, ne nuk është se lojtarët i kemi shumë të vjetër, me thënë drejtën, patjetër që ka tek këtu nga ata që janë në fund, por që ne me këta kemi qenë edhe në botror. Dhe patjetër që në botror kualifikuesit kemi parë një fytyrë tjetër, tani është Evropian kemi qenë në Evropian. Edhe po kualifikuesit e botrorit, domethënë ka të bëjë mosha. Jo, kemi qenë dhe kualifikuesit dhe normalisht po këta kanë pas një fytyrë tjetër në kualifikuese, tani kanë një fytyrë tjetër. Është e vërtetë që asnjë trajner nuk dojë që të humbi, gjithë duan të fitojnë, por që unë mendoj ndonjëherë që këto ndeshjet miqësore merren pak lehtëshëm nga lojtarët, ndonjëherë këto testet janë jo shumë domethënëse,
Patjetër që është edhe besoj mundësia që trajnerit njohin skuadrën, po dhe lojtarët njohin skemat e trajnerit dhe ndonjëherë përshtatet nuk dalin ashtu siç duhet. Unë mendoj që edhe nga eksperienca që kemi pasur përpara me trajner në këtë fazë të misoreve, pra kjo periudhë e fundit kampionatit qershor që janë këto misorët, nuk kam pas ndonjëherë një motivim të jashtëzakonshëm dhe mendoj që testi i së vërtetës mbetet gjithmonë në Nation League. Po mirë, kjo bezdis kjo fakti që s'kan minutazh, mu bezdis shumë kjo fakti më vllaj që. Jo të gjithë, shiko Manush, jo të gjithë s'kan minutazh. Lojtarët kanë minutazh, shumica e tyre kanë. Domethënë kanë minutazh shumica, jeni sigur? Po bezi gjeni total, vetëm Muçi kanë. Që luajnë gjithë kanë minutazh për kuçara, atë gjithë ekipin pas kanë më orë, di merri me radhë, më sherri stol. Po jam ti marrësh vetëm sherri më po sherri po luazës po lustrash. Na bëj çik shpejt. Pse sherri që më mirë ishte, po. Po le të tani të kodë apo ti Dëgjoj tani kodën. Sherri në stol. Lysa në stol. Po dëgjoj. Lysa nuk luan vëlla. Nuk luan. Gjithçi nuk luan. Bana nuk luan. Mite nuk luan. Ramadani nuk luan. Po çfarë thonë? Ramadani ka dalë pari në Itali për kilometrat e përshkruar. Kështu që çfarë do të thënë se nuk luan, më ne kemi pas ekip kombëtar. 15 veta që stunin në 10 minutë me ekipin e vet. Ja çoshin ftesën te stacioni trenit se s'kishin ekip. Dëgjoj më një sekondë. Sherri në stol. Çfarë do të gjithë bet kota. Kaq normale kjo si po dëgjoj mos e ke 6. Është normale në gjithë historinë e ekipit ton ka qenë kështu Manush. Nuk është hera e parë kjo. Në gjithë historinë ne kemi lojtarë në U21 që nuk luajnë në ekipin e tyre. Mos vall favorizojmë ata që nuk luajnë më. Mos është me Jo Edi. Ti Edi më fal. Edi kanë minutat. Domethënë tek këtu dikush nuk ka, po i kanë. O Edi, pse u ndrua Silvinjo? A u ndrua për të ndryshuar këtë në thonjza, për të ndryshuar këtë status që kanë këta lojtarë. Ai s'kishte energjinë, erdhi energjia re. Një trajner ndrohet që të ndryshojë dhe këtë status që kanë një pjesë e mirë e lojtarëve aty që janë pa minuta fare dhe janë në formacion. Ha? Vjen një trajner i ri dhe çfarë bëri? Ky futi po çka këtë teorinë, po çka këtë. Duhet ndryshohen menaxherët. Trajneri vjen shumë më mirë më valla. Ndryshoj asnjë. Ai është mjet, nuk është qëllim. Kjo situatë alarmante. Është qëllimi me lojtarë më këtu ndryshohet mentaliteti i këtyre që drejtojnë, edhe atyre që trajnojnë, që e trajneri, që të luaj ai që meriton. Në qoftë se në sport bie meritokracia, ka mbaruar çdo gjë. Ore nuk mund të luaj një lojtar që njerëzit se meritojnë. Patjetër. I ka futur Silvinjo historikisht dhe ky do vazhdojë të bëjë njëjtën gjë. Dhe unë të flas me fakte. Po të flas me fakte. Kush janë faktet? Ti marr faktet unë me radhë. Faktet me qetësi absolute. Po jam ky moment të pritet dhe të shpërndahet nesër. Faktet e Lorenzo Eminit. 1. Sherri as një minutë. Hysaj as një minutë. Mbrojtësi Majt Mitaj pa minuta. Bajrami pa minuta. Broja pa minuta. Gjysma e ekipit. Po çfarë duhet të futesh ta? Ajeti me minuta, Gjimshiti me minuta. Gjysma mos zotri gjysma. Po luan Hoxha me minuta. Po luan me gjysmën e ekipit pa minuta. Edhe një herë, Ersid Manushi tani të bëj një formacion këtu me ca njerëz që i mori këtu në Kashar. Nuk bëhet kështu. Po jo mos të vulgarizoma çike. Po si e vulgarizoj? O merr lojtarë që nuk luajnë, kanë dhënë kontribut për kombëtaren, luajnë në klube profesioniste, luajnë në kampionate të mira. Stërviten gjithë vitin. Po Redi, ti ke qenë futbollist, mos fol kështu tani. Të rjeti në stol ishe në fund. Jo, Lenz, tani shive. Po jo mos zotri fare. E di çfarë një lojtar kur luan dhe kur nuk luan, është kur janë të dy njësoj në cilësi, tani dëgjoj këtë dhe ta mbash më të mirë. Kur janë të dy njësoj në cilësi, ka precedenca ai që luan. Kur diferenca është këtu, njëri është këtu dhe tjetri është këtu. Cila është diferenca? Po tani s'po ta them se s'dua të bëj. Kur një lojtar është këtu dhe tjetri është këtu, le mos luaj fare, ky do luaj se kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu është. Po kur janë të dy këtu, edhe kur janë në fushë janë të dy këtu. Normal që se kështu është ngritur hierarkia këtu. Në përbot janë të dy niveli lartë. Redi, më fal, Aslani, kush ta zvendçon të këtu? Kush afshi ta zvendçon? Ja do të zvendçon paraziti. Jo, se zvendçon dot me këtë mentalitet që thua ti. Sepse ky është këtu, ai është këtu. Ashtu siç luajti ai gjikuan. E humbën Aslani. Zotri, ti ke bërë sport dhe unë kam bërë sport. Armelës është i sakt, por pak pauzë. Jap një njoftim të lezetshëm për një kompani që premtoi për një festë dhe e bëri pjesën e dytë akoma me kombëtarën. Kompania Billa, mbani mend javën e kaluar që premtoi do ndodhi një festë e madhe për dje dhe ajo ndodhi në vilë të Kuksit, është një fshat shumë i bukur nga janë dhe me origjinë pronarët e Billës. Atje ishin Alban Skënder, Angela Peristeri, Golden Agji, Eri Vladi e gjithë këngëtarët dhe jemi duke parë pamjet e festës. Dhe duhet të thënë që kjo kompania Billa është nga ato
lider në pllaka, parkete hidrosanitare dhe mobilje. Dhe ka qenë një paelja me 5.000 veta, kemi patur të dërguar Ervin Kurti dhe Rigelda Totraj, dhe një material më të zgjeruar të kësaj festet madhe, do e ndjekim tek e djela. Kështu që duke falenderuar Billën, ja dhe paelja gjigande. Miqtan, bëjmë çik pauzë dhe kthehemi pjesën e dytë, sërish me kombëtaren. Qëndroni me ne. Pjesë e dytë, debatet në publicitet, jemi live. Ju jap një këshill të mirë që do ju qetësoj edhe do ju vlej, sepse vetëm me 3.000 lekë karikim në muaj, kaq konsum ka makina elektrike nga Electric Cars Albania. Vendi ku blihen makinat elektrike me çmime më të mira në showroom në Shqipëri dhe në Kosovë, me garanci nga fabrika, servis dhe pjesë këmbimi, gjitha modelet e reja, byt, avatar, Xiaomi e tjerë në gjendje. ECA kalon në elektrike, më mirë dhe më lirë. Electric Cars Albania, mos u ngatroni se ka çik konfuzion në treg. Shihni ECA jeshile dhe futuni për makinën, për ndryshe nuk bajmë përgjegjësi ne. Pyetje nga Armela. Armela ka një super pyetje. Unë kam parë, patjetër, unë kam parë kombëtaren ton të luaj me disa ekipe, jo vetëm këto 2 të fundit. Dhe kam vënë re që çunat e kombëtarës, lojtarët janë shumë mirë tek ekipet e tyre përkatëse në përbot, por kur bëhen të gjithë bashkë për kombëtaren, nuk janë atë nivelin që janë tek ekipet e tjera. Si ma shpjegoni këto, sepse mua nuk më duket as pak normale. E para mendoj unë Unë mendoj që ka të bëjnë shumë mentaliteti që ato gjejnë kur vinë në Shqipëri. Sepse vetë mentaliteti tyne është një mentalitet tipik evropian, janë linë, janë rrit, janë eduku, edhe vinë në një sistem i cili për mendimin tem e ka degradu të ardhmen e futbollit shqiptar. Sistemi Duka që ju e jetoni, mendoj që është një sistem tashmë i falimentum. Edhe unë nuk e di e nuk e kuptoj se si ish futbollistat, pjesa që ka derë djerës, ka kontribu, ka nërtu një karrierë me këte zanat, pajtohen me këto që nollin në futbolin shqiptar. Edhe çdo gjë që noll në institucionet e ndryshme. Pra, kjo pjesa që thot doktori, unë jam totalisht dakord me atë që thot doktori që nuk i jepit Cezarit që meriton Cezari. Çdo gjë është e kontrollume, çdo gjë është e mirë komandume, edhe sigurisht që do të ketë pastaj edhe këto defekte që nollin. Këto defekte që nollin është se dikush e ka marrë automatikisht si tush ka marrë privilegjin me kanë i paprekshëm në ekipin kombëtar. Është prej momentit që ti nihesh i paprekshëm në ekip kombëtar, ti sigurisht që ke me kanë i pa suksesshëm. Ky Luis Enrique që ndërton një ekip jo me yje të mëdhtë të Evropës, e ndërton sepse fut një mentalitet i cili është me i shërby grupit. Ekipi kombëtar ka me pas gjithmonë defekte, sepse kultura jonë e punës, kultura jonë e çokave, kultura jonë e nepotizmit ka me na kriju gjithmonë të probleme. Edhe këto futbollista vinë edhe i shohin të fenomene. E kuptojnë fenomenin, por ndoshta janë zot me quzanin, sepse sistemi është i rrezikshëm. Sistemi të godet. Sistemin e kam provuar në Kurriz. Normalisht, nëse ti jeton këtë sistem, e ardhmja e futbollit shqiptar është 100% e prishun. Nuk ka ma garanci ky sistem. Shqiptarët duhet me kuptu që çdo gjë që noll në Shqipëri, po të shikosh kampionatin shqiptar, po të shikosh të rritë që rriten, edukohen dhe pretendojnë mu ba futbollistat kombëtarës, që nuk arrin askush pothuajse, edhe vetë Muçi që ka dalë prej shkollës shqiptare të futbollit, ka shku është eduku në Poloni, ka shku ka ba mirë në Turqi, edhe ai vetë nuk e gjen vedin tek kombëtarja shqiptare. Ka atë shumë pikë pyetje që ne i dim, unë i di të ana përgjigjet, sepse jam i zoti me ja thanë gjithë personave që kontribojnë për me vu kajtull të futbollit shqiptar, gjithë janë me mentalitetin e amatorit. E prej momentit që amatorët
dojnë me dominu profesionistat nuk binen. Po ndaj marrin trajnerë të huaj pra. Sjellja profesionistave, jo, të lutem, se edhe trajneri i huaj që vjen këtu, mos me noti që është merri shqiptar pastaj. Lutem shumë, dakord, unë me ty jam, me marr trajnerin shqiptar, me përgatit trajnerin shqiptar, po prej momentit që nuk i jep ti besim trajnerit shqiptar, ti vetë e ke diskriminu produktin e trajnerit në vendin që ti drejton futbollin. Pra ka kontradikta të tilla që nuk, sido që të analizosh, ti mendon që ky njeriu i din gjdo gja vetë, po prej të zotni, sepse ne kena jetë që jetojmë, edhe prep menojmë që nuk dina gja. Francesca ka shkoj që do që të lodruar. Qose neve do menojmë që të kena një njeri që venos trajnerin, venos zëvendës trajnerin, venos drejtorin teknik, venos këte, më tha, a ka kritere trajneri? O Rudi, më falë. Ka bë një replikë dhe aga se shof që ka nëve për replikë. Normalisht më du replika sa ma shumë dhe du kundërshtime sa ma shumë. Sa ma shumë që të kem kundërshtime. Dignitetin e futbollit shqiptar që ta në përkëmbi. Tyra jote për të mbrojtur që në Shqipëri ka rritje futbollistik. O, Edi, kur fletë Rudi Vata, ne duhet të dëgjojmë, mbajnë shënime, të reflektojmë. Për tërkitje këtu. Ne jemi gjithë shqetësuar, ashtu që e pama ditë edhe në stadium, edhe në deklaratet pas ndeshjes. Ore, po kjo smundje stadiumeve bosh, po na vjeke kombëtari ju dhjaga. Harrova ta thoja këtë. U çu njerëzit Manush. Po kam seriozisht. U çu njerëzit. Është shqetësuese. Atëherë, vendos në anën tjetër peshores momentin në cilin është kombëtarja. Në gjithë historinë e saj 80 vjeçare, është hera parë që ne dolëm të parët në kualifikueset për Europian. Është hera parë në gjithë historinë 80 vjeçare që dolëm të dytën në kualifikuesin një botrori, i shkum pranë fazës play-off, dhe aty na sollën këto djem, këto lojtarë që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm, dhe për t'i dhënë përgjigje Eminit, se unë me Rudin nuk kam asnjë fjalë për të thënë, kur thotë të heq atë, i them Lorenzo Eminit se ka këtë stilin Halil Nuria që del ke frëngjia dhe vetëm ditë qelloj. Më thuaj një lojtar që do të zëvendësoj Mitajn, do të zëvendësoj Hysajn, do të zëvendësoj Brojën, do të zëvendësoj Manajn. Ta ja përgjigje me pyetje, me që ti eksperti statistikave. A the që ka grumbulluar 48 lojtarë Silvinjo? Nga këta 48 që ka, a janë 11 që luajnë në gjithë sezonin? Po zotri, kanë luajtur, po luajnë dhe janë duke luajtur. Orë, çdo trajner bën zgjedhje ti në secilën ndeshje. Po luash me 11 lojtar, 6 nuk luaj fare. Kë ka lënë jashtë kombëtarja, ma thotë 3 minuta lojë, 5 minuta kë ka lënë jashtë kombëtarja. Bëri ndrime. Shipak, ajo po neve o Manush. Logjika e kemi ndruar atë, do vi kohë që më thuaj këtë marr apo këtë marr. Dgjoj. E disi do të bërë analiza, po këtë mund ta bëjnë ata që janë teknik dhe ekspertë kësaj gjës, nuk mund ta bëjë dot kushdo. Ku janë? Do ta bësh mirë, po them. Bëjmë këtu ne, bëjmë këtu. Po shoh ku janë, po shoh në teknik. Ishte një drejtor teknik i kombëtarës, ku është ai? Je ti, djo pak tani. E vë veten sikur je ti trajneri drejtor i skuadrën. Më kupton? Pra kështu do ta bësh, unë them analiza që bëjmë në veten tonë, si marrin përgjithësi analizë publike. Ato e lajnë fajin anonim. Përveç Aslanit, i cili, domethënë, atakohet që është lojtar që ka fitu formacionin dhe nuk po ndrohet ande këtej sepse bëri mirë Pajaziti. Pra kur fut Pajaziti në pjesën e dytë, Pajaziti tha që na tregoi neve të gjithë dhe trajnerët të gjithë që prit njerëse nuk është ky i pazëvendësueshëm. Patjetër. Po unë jam shumë i sigurt dhe me për këtë vë dorën zjarr që ky trajneri tani ka dashur të fusi lojtarët më të mirë sipas mendimit të tij, se donte ta fitonte ndeshjen. E pash e perceptova se isha në intervistë me të brapa ndeshjes dhe e diskutova. E pash që donte ta fitonte. Ai donte ta fitonte ndeshjen. Dhe sipas tij në këto në qershor, në 3 dhe 6 çfarë data që ishim ne, Aslani kemi mësuar më mirë. Nuk është më masyre 2 ndeshjeve. Po themi në pozicion e Aslanit. Sipas ti Ramadani, pra Redi Jupi sposton Aslani nga kombëtarja, e dyti. Po jo më o Manush. Në këto 2 data more. Të lutem shumë. Pra në hierarki ka një hierarki kombëtare. Ne kemi 25 lojtarë apo 30 lojtarë. Qartë. Me atë që bëri Pajaziti, sepse dhe unë nuk shikoja një zëvendësi për Aslanin më. Unë do ta marrësh fanellën më burrë. Tani Pajazitin pëlqeu. Bëri një 2-3 gabime, po pati ritëm. Për Mita kemi pilon, po edhe Mita nëse vazhdon kështu, se po diskutojnë edhe me Rudin. Nëse ai luan me atë që ka bërë deri në kualifikuesit europianë, deri në botror,
edhe mite mu ta humbi vendin nga Pilo. Po pse kemi Pilo? Se është Pilo që është në vend aty. Normal. Për Hyse nuk kemi për momentin një lojtar që ta shikojmë atje. Mbase mund të kemi në një keuriste njëshi, falë ke unë me atje. Ose në sistemin. Ose në sistemi, luhet me 3. Më kupton, por Hyse nuk është se nuk ka dhënë garanci kur ka luajtur. Po Hyse ka qenë më i mirë. Ka qenë më i mirë në ndeshje. Pra, Ramadani në këto 2 ndeshje, u mendoj që e ka humbur vendin në raport me Shehun. Me atë që ka thënë Shehu. Më kupton? Ky Broja në kratë të djathtë u pa që jep kontribut. Pra nuk që aq i çmendur Silvinjo. Muçin që ka qenë i dëmtuar që besoj po do vi Manaj për aty. Do vi Manaj, do vi Muçi. Më kupton, do provohen të shikohen. Këto kritika kanë me i ba mirë ty në lojtarëve të kombëtarës. Aslani ka mu zgju. Ne kemi zemër ata. Ka fazën përgatitore para. Aslani është lojtar me cilësi. Është shumë rëndësishme merkato që do jetë tani. Po Aslani ka me kuptu që ka me pas konkurrencë. Ja, po ja dha shenjat e ideali që u fut. Tani kena me fitu Aslanin, se Aslani e ka mentalitetin për me punu e për me luftu. Por e ti, Francesca i takoj një nga një, që vore re ke qërë momentit që këto menojnë... Tani, në fakt, unë do i përgjigjem pyetjes tënde, po kam një thirrje. Le të shkojnë të bëjnë një mini ekskursion tek U18-a, U19-a, le të shohin gjithë futbollistët e rinj që po luftojnë kaq shumë edhe shkojnë dhe stërviten edhe mundohen, le të shkojnë te Partizani, le të shkojnë te Teuta, le të shikojnë këta talentet që premtojnë dhe pse ju t'u japin një mundësi dhe këta futbollistët që janë në kombëtare të ndihen edhe pak të rrezikuar që t'i bëjnë gol ata që të bukur sa çkan edhe makinat. Sa e bukur gol ata që të bukur sa edhe makinat. Ora ata duhet bëjmë si ç'bëjmë ne. A ndrojmë ekipin ne? Ja, Francesca. Ja, ekipi jonë i ri. Kështu duhet bëni dhe ju. Ndrojmë tem. Psikologe, ne kemi më shumë probleme mendore apo psikologjie sipas teje? Flas për studion. Të dy janë. Mendore apo psikologjike? Sipas teje, për studion. Pjesa mendore normalisht, jo, është e lidhur absolutisht. Doktoresh e shëndetit fizik dhe mendor. Të shpjegoj, unë jam eksperte e aktivitetit fizik dhe mendor, që do të thotë mendje dhe trup, do të ka një lloj dualizmi, por mund të përkthehet edhe një lloj realizmi në sensin shpirtëror, që është pjesa edhe më e rëndësishme. Dhe prandaj unë cika diçka te pjesa e krizës së identitetit. Aty unë kam pa ndeshjet normalisht dhe kjo më duk mu sikur ato kishin një lloj krize identiteti. Dhe unë mesazhi që mund të ishte do ishte që patjetër t'ishin me kam tok, edhe t'luajnë për veten e tyne, një farë mënyrë, pa çështjet politike, sepse e kuptoj që edhe politika mund të ndikojnë, por mendoj që ne jena njerëz, kena një lloj patosi edhe mendoj që do të me luajë. Tani kuptova doktoresh pse Kosta ju ka për zemër juve. Elia fundit më është. Ke 8 orë që bën mesazhe. Ka hyp një famë e frikshme nga reklama. Më duket se po mban shënime. Gjithë gocat e botës që duan të jenë vend të Arushit me ty. Si i përgjigjesh ti atyre? Them që ju fal Arushin. Po inshallah nuk ndel punë me Brikenën. Si të shiska ky? Si quhet Arushi mo? Se dia se emrin. Ta them. Thuaj mo. Po nuk është boli, është e dashura. Zemra Eriksenit nga ka bërë me zemër gjithëve. Qa po ndodh tani me këto sepse... Vetëm fjalit fundit për kombëtaren, apo do flasim pra? U them, jo, do flasim për kombëtaren. Vetëm fjalit fundit me që e bëm. Për mua do të jetë shumë rëndësishme periudha e verës, duke qenë se gati 90% e atyre lojtarëve janë gjithë merkato, dhe do të jetë shumë rëndësishme sa shpejt do sistemohen, në çfarë klubesh do të sistemohen, që të vinë në formën e tyre më të mirë në ndeshjet e shtatorit. Këta prap, për këta thot ja po prap të brap. Nuk shoh të tjerë në xhiro Manush, se lojtarët janë gjithë nëpër klube, nëpër gjëra. E kanë karrierën e tyre. E di si ke fol tani? Si zyrtar. Janë 48 lojtarë Manush janë në xhiro tani titu. 11 na duan. Komiteti, kështu. Ore po, mos i ka dhuruar 8000 edhe këtij ata. Po ato i ka sigurt ai po. Dok, zemrat, çfarë po ndodh? Ore, në Shqipëri kemi kontroll ke zemrat e fëmijëve, kjo merak kam sot. Kemi patjetër është rritur ndërgjegjësimi i prindërve. Kur i ndodhe Erikseni tani? Leti tani fillove ti. Është rritur ndërgjegjësimi i prindërve, me thënë drejtën, dhe patjetër që sot edhe mendoj që deri diku mundësitë ekonomike janë për të bërë kontrolle më të detajuara. Me thënë drejtën Manush, prej që në momentin e parë që Erikseni ka pasur këtë arrestin kardiak,
në të gjitha workshopet që bën UEFA, në të gjitha forumet, flitet vetëm për arrestin kardiak. Dhe sot në futboll, pothuajse çdo rrëzim pa kontakti sportistit, gjithmonë mjeku e ka fokusin tek arresti kardiak. Unë kam hulumtuar pak edhe, me thënë drejtën, Erikseni ka një problem që është quhet displazia aritmogene kongenitale, është një problem, do me thënë, i lindur, që pa tjetër në një moment të caktuar... Po aparati që i vun trupat i të ndimon e aparati? Po, aparati që është një defibrilator, i cili vendoset dhe në momenti që zemra ka një arrest kardiak, imagjino sikur kemi atë defibrilator, atë bën procesin e resetit ose reaktivizimit. Pa tjetër që mund të luaj nëse vlerësohet që nuk ka dëme në nivel të zemrës, por arreste kardiake të vogla mund ne nuk i dim, mundet edhe ti ketë pasur 2-3 sekonda dhe është aktivizuar defibrilatori dhe që ka mbajtur në jetë. Ne në fakt kemi pasur edhe raste të ngjashme, në Shqipëri ka qenë ky ndjeri Duamena që ka pasur një defibrilator i cili e kishte hequr, por defibrilatori është jetë shpëtues dhe patjetër që në rastin e Erikseni në momentin që është aktivizuar, është quar dhe është kthyer me këmbët e veta. Mbetet për të vlerësuar nëse ka lënë dëme apo jo, por përgjithsisht në sekonda të vogla, 3, 4, 5 sekonda, kur defibrilatori aktivizohet, përgjithsisht nuk lë dëme të pariparueshme. Megjithatë mbetet për të vlerësuar. Do na kthesh prap ti gjatë botrorit, po pse s'ka ardhur me atë shkopin që ka pe zemrën ta shqyrtoj këtu? Po duhet kesh ngjarje mjekësore që ta vlerësoj. Fillon nga tendina. Kam një pyetje me spec për Armelën. Ku do e shohin botrorin gjithë shqiptarët, shoqja jon Armela? Manush, aty kur e zemra e futbollit botëror, aty është edhe digital. Kupa e botës vjen live në Supersport si dhe falas me çdo abonim toksor, satelitor si dhe në aplikacionin digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al dhe abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe përjetoni emocionet e botërorit. Nga gjithë bota, botërorin e keni në digital. Top Arena e keni në Top Channel dhe e bjerë një shkurt jetës. Aga, kene gjë përplotësuar se digital bimori botërorin? Botërori 104 ndeshje, skuadra favorite, yjet më të mëdhej, pak orare të vështira, por ky kompeticion ka gjithmonë interesi më maksimal, kështu që... E me gjitha të pyetje që të gjithë duan të dinë është çfarë botërori do t'jetë dhe çfarë presim nga ky botëror. Rudi. Ky botëror ka me kënë botërori këtyne skuadrave të mëdha, mendoj unë. Spanja është sigurisht favoritja kryesore. Pëlqen shumë, ka me pëlqy shumë mënyra se si Ancelotti ka me menaxhu Brazilin, sepse është i kombinimi shumë interesant, dhe vetë Ancelotti është trajner kampion. Do të kishim dëshiruar gjithë që Lejt bëhet edhe kampion botet si trajner, sepse është në fund karrierës tij. Sigurisht që Franca, Argentina, edhe ato janë shtete të jashtëzakonshme, por do të ketë edhe një surprizë, ndoshta Irani. Ha, se jo. Sepse kanë shumë për me luftu ato. Kanë bombardu keqas. Është i luftojnë për në tana drejtimet, për me rrit imazhin e vendit vet. Edhe kanë futbollistat mirë iranianët. A ne vni këshill se na knaq. Tani botërori ka të papritura, por edhe jeta ka të papriturat e saj, prandaj ti gjithmonë duhet të jesh gati dhe të mbrosh gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është akoma më e thjeshtë. Siguro vetëm me një klik në atlantic.com, vizito atlantic.com nga celulari yt, në kategorinë bli online mund të zgjedhësh 3 opsione, pronë shëndet apo makinë, plotësot dhëna dhe shndroi sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Dok, Gjermania, ama çfarë do me Gjermani? Gjermania do të jetë pjesëmarrëse në kampionatin. Ruajuni nga një kombëtare që fjalës faleminderit i thonë tanks. Tanke. Jo tank, se tank i thonë. Tanke. Po zotre, kam gjus spanjisht këtë. Ruaju dha nga një kombëtare që tanki thonë tek ne. Po Manush. Tanks. Bulevardit i kurshëm. Ato pas të gjitë vjetër, thoshin... Po mëse përmen bulevardin. Mos u përmen për tashi se thash i vjetër, e të shishme.
Thoshin mos u bë në Gjerman, po mos u bë kundër gjermanëve. Po, Bastigjit. Kështu që Bastigjit e vjetër, kështu që Gjerman duhet pas i mon parasysh, nuk është se janë në nivelin më të lartë. Sa lu Reali me Barin, dalin këta gazetarët e rinj, e thonë, Rafi Kollaj, janë nga këto gazetarët e vjetër të mos folën për sa Gjerman. E keni pata si janë ata bashkëtingëllorët, dhe Weinstein. Po që kur përmendin emrat që tha edhe Rudi Vada, Armela ka pyetje. Spanja, Franca, Brazilit. Emrat fort ka, ja vlen, botrori bukur. Manush, faktikisht unë doja të pyesja Anglia, jo, Juliagon. janë 6 menimin tim. Po Anglia. Interesante do jetë Anglia këtë botror. Anglia e di si rreth Spanja, si Kinge. Varet se për këtë i bi, varet se Shumë mirë Spanja. Me Merinos edhe me atën si e ka me smishori Arsenalit. Rice. Rice. Ja, rrë. Oh, Ale le Po bleu. ky nuk të las të Ale bësh le bleu. pyetje. Pyetje Armela, pyetje Armela. Doja të pyesja Juliagon në rast se Kosta, që nuk na e ka thënë askujt nuk ja ka treguar se kush do i fitoj botrorin, se është një sekret që e di vetëm ai. Ata ka treguar ty të paktën se ty të besoj të mban një çik me hatër. Tani unë nuk pres të ma thot Kosta. Juliaga, një emër lojtari botror për cilin do flasim shtator këtu bashkë. Emër një, shpejt. Jo, unë do të them për do të jetë botrori i surprizave, do të jetë një kampion e re bote. Do të thonë kampion e re bote. Një vend që nuk e ka fituar. Ka fituar asnjëherë botrorin. Nuk e ka fituar asnjëherë botrorin. Portugalia për shembull. Hollanda. Dhe Portugali. Ruani nga Meksika. Portugalia. Vota ime është për Portugalin. Ajo baza lojtarët Paris Saint-Germain. E ke një emër lojtari që do flasim shtator? Unë besoj këto Vitinha, Rike Portugalia Vitinha. Vitinha, Nuno Mendes. Rudi, një emër lojtari për cilin do flasim shtator? Përveç Vitinhës? Jamal. Jamal. Jamali mirë. Junior. Kush? Vinicius Junior. Vinicius Junior. Torres. Kush është? Ta them unë, sa të mendohet ai? Po ky me Bayern Munich i Francës. Francezi më. Kane. Ai është kopjar. Olize. Po lojtari Paris Saint-Germainit po që ka jo Mbappé ai krau tjetër. Po Olize pra. Kane. Është një tjetër. Ai që Paris Saint-Germain. Harry Po Kane. është me Francën ky njeri. Bashën Është me Francë po studi fare to dy ndeshje tani. Te Franca si bie me Bashën lutë këtë që po them. Harry Kane do dal golashnuesi botrorit. Harry Kane. Manush sa të po thoja unë. Franca ka Franci mbaj pak shënim të aty. Dembélé sul. Harry Kane duhet të jetë botror. 20 vjeç Po duhet. të tri, pa atë ditë që do luajë duhet do ngelin mendin e të gjithëve, se duhet është më mirë se Ne themi lojtarë që janë titullar me ekipet e tyre. Ai të fitoj. Po Manushi thot që mund të bëjnë emrin, mund të bëjnë një diferencë. gjë që shtator do themi, ky doli lojtari botrorit, prandaj desha emër të nivelit 2. Olise pra, nuk Mbappé, thosh Mbappé. Po jo, gjë se Mbappé ka po gola për vetë skuadra që do të Mbappé. Olise e doktorit. Quhet për mua. Lamine Yamal. Ky Lamine Yamal, u shërua Glendu, shërua Lamine Yamal. Po, pse s'ma pranon Olise? Ka shëruar Lamine Yamal. Olise pse se pranon? Tha Olise. Po mirë, pra ta pranojmë të se ai është. Atëre I po lexoja. Nga 1248 lojtarë që dhe në botror, 750 për tyre luajnë në Europë. Pra nuk është ai botrori i ne të lashtëve që gjithë kombëtarët ishin të njëjtit kampionat. Në pjesën më madhe e AIK-s botës luan në kampionatet më elitar, në klubet më të mira. Dhe kjo cilësi është përndarë gjithandej. Dhe duke i besuar prap pjesës së surprizave, unë shoh Senegal, Japoni dhe veçanërisht Norvegjin, që më bëjnë surprizë në botror. E di si përzi botë. Norvegjia është kontuar për nga Afrika shkon Norvegji, po e burrë. Se kur the Senegali thash me temperaturat e larta, ato dirës aty duke varë. Do e përballojnë dot apo jo? Po në Norvegji që nuk kanë vitaminë. Ilvi ato e përballojnë dot apo jo? Në ato temperaturat larta, unë për shembull që do e shikoj nga ekrani. Shiko, patjetër shumica e lojtarëve si dhe ju në luajnë në Europë, edhe patjetër që ka një fazë përgatitore që lojtarët kalojnë për të pasur performancat më të larta. Nuk diskutohet që vapa dhe temperaturat e larta bëjnë të vetën, por do të thoja që pjesa e nutricionit, hidratimi etj janë shumë të rëndësishme në këtë fazë të biletat ishin skandaloze, $10,000 bileta pas të gjëra si këto është. Janë gjëra të vogla në Amerikë. 10.000 e ke parë ti është. 80 euro po breakfast atje. Ç'a pret ti që të jetë? Një vend ishte 40. Dy ves kushme? Megjithatë Manush, para nuk është bërë kur problem, sidomos tani me kredit që mund ta aplikosh në OTP Bank Albania, e cila vjen gjithmonë me oferta fantastike. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, më pak komplikime, më shumë mundësi, më shumë shpejtësi. Merr tani kredin konsumatore, OTP Bank Albania ti ke lindur për gjëra të mëdha.
Bravo. Ta thjeshtoni jetën. Kosta, jemi gati për ta mbyllë pjesën? Gati jemi. Atëre kalim direkt pjesa 3, ë? I ke gati videot? Po. Atëre pauzë shkurtër dhe kthehemi këtu me videot e Kostës. Ndonë me ne. Pjesa e 3 dashuriq, ju prezantojmë me investimin më të ri që ka bërë Francesca për Top Arenën. Është një aparat, nuk ja themi dot emrin për çështje reklame. Çfarë do thotë kjo? Që nga data 11 në mbrëmje, ti Kosta do bësh foto të Franceskës me këtë aparatin. Çdo mbrëmje nga data 11 qershor në Top Channel Top Arena, nga anët e njëjtë ora 10:30. Në fundjavë jemi në ora 21, prime time Top Arena. Prit, smarova. Çdo ditë në orën 2 Top Albania Radio, paso mundial. Ne plotsojmë gjithë dëshirat tuaja botërore në Top Channel dhe në Top Albania Radio, videot e Kostës, ecim Kosta. Atëherë, video e parë është një autogol kështu nga këto të çuditshmit, domethënë ja. Ai është shtrirë atje dhe Quhet ky gol, Lorenz? Teorikisht nuk duhet të quhet shtrirë atje. S'ka lidhje, s'ka dalë me lej nga fusha. Po mos është offside aty. Jo, se di pas ta shikoj për offside. Vetëm për pozicionin. Është mbrojtësi falesh, mbrojtësi. Është autogol, po ka drejt Glendi, është autogol. Bravo Kosta, ku i ke kap këto më? Kena Ustajnë, kena Glend në Albanin, që është nona këtyre gjonave. Video e dytë, kemi këshu me këto gocat që bëjnë sikur janë nga këto sikur, ja, opa. Bënë sikur për lozë futbolë dhe i edhe rëzojnë pa prajtë. Këtë dera lollipopit, kjo këtu tani. Kjo do i ketë fut një New York Kaiser dhe... Bravo Kosta, vazhdojmë. Video tjetër, kemi këtë fëmin që lozë me qenin, edhe qeni pret topat. Qeni portier. Po. Ta shohin se si e burgë, kjo borri lagjes, kjo rrugice. Vazhdoj. Si shtrit qene. Sa vrumë. Video tjetër. Merë vrumë tani. Sa vrumë mera e. Video tjetër. Ajde, video tjetër. Kemi me këtë... O, sa e bukur kjo e. Shi qatë xhonglimi. Koboli, se ka emri kjo Koboli. Flavio Koboli. Bën palegjo me topin e tenisit. O, umbi, po. Ua, qatë xhonglimi, më. Ky me siguri vjen nga futbolli, se s'ka mundësi. Ka qenë futbollist, ka qenë. Po, jo, ky është fare xhonglerë, po. Shqipi, hajde Kosta. Kemi një video nga Paraguay që festojnë në rikthimin në botror, pas 16 vitesh. Ja si festojnë tifozët. Wow. Kujtë kjo, kontare, kujtë është kjo? E Paraguay. Paraguay, o sa të fort janë këta, o legët o guletën, ta të mysën. Amerika Jugu të kanë futbolin në gjak. Ka manë si të na. Po, Paraguay, disa tegër janë këta? Vetëm shkelma. Vetëm shkelma. I njohë këta? Paraguay vetëm shkelma. Pas 16 vitesh janë këtyre në botror këta. Uruguay njëti, jo Paraguay. Dhe video e fundit, Paraguay këtë myqë. Vëllaj vore Jamal se ka kërë. Po, i vëllaj vetër. Po dhe Jamal ja që për 17 vjetë. Se në gjajnë rëdja, pas gjajnë. Hajde, bravo. Bravo Kosta, me Lamine Yamal. Edhe me Franceskën, shoqen e Lamine me mbrojtjen për sot. Rudi Vata. Suksese të presim në Top Arena, Rudo, të presim në Top Arena. Faleminderit që sot. Faleminderit. Kili, faleminderit dhe ti. Çuna ti kemi këtu, doktor ti e Joni, doktori tjetër shif për zemrën. Armela, suksese ju Jaga. Faleminderit. Muaj i vështirë dhe për ty. Kënda orare gjëra po. Faleminderit dhe ju që na ndoshët. Gazhimi. Ju presim të ejten në Top Arena. Është emisioni i fundit i procesit, megjithatë analizat miqtë të tuaj tanë nuk do mungojnë në Top Arena. Deri atëherë natën e mirë dhe mezi pres që të takohemi sërish. Jepi një zemër atyre në ato që di ti. Opa!